Vetëm punë e sinqertë. Punë e sinqertë, duhesh, kur ta trasojsh rrugën, ta trasojsh për kohë ma gjatë, jo sot për nesër. Për shembull, me punu sot edhe nesër, me fillu me mashtru dikan, ose me mashtru shtetin, nana ime thojke, biro, mos pi ujë në çeshme të shtetit. Absolut. Mos me pi në ndonjë shtet i cili është për një me shtet. Mos flasmi për të nën Ballkan. Flasmi për shifni se çfarë pushteti, çfarë shteti, çfarë qeverisë kemi, çfarë disipline. Po, ma mirë është me urujtën punë, vetëm punë sinqert, punë jo me dallavere, jo me tradhtia. Unë kam punu, po asnjëherë nuk i kam largu ligjit. Çdo herë kam pas njeri i cili është për kujdes, me i mbledh ato fletat zyrtare, ku paraqiten ligjet. Edhe i kemi marrë, për shembull, kam punu me tregti, në suazat të ligjit kam punu. Kur kam fillu me autoshkollën, e kam ditë se cilat janë kompetencat, cilat janë detyrimet e mia, obligimet, dhe nuk e kam bën shkeljen të ligjit.